Zhuba, çfarë ndjesiet kanë dhënë kjo gjë që vjen tashmë? Prisnim që fundit ishte madhështor, spektakolar, por nuk ndodh diçka e tillë. Jo, unë kam thënë dhe herë tjera, domethënë që kjo nuk është tani klasifikimi, mbaron kampionati, del dikush në vend parë dhe fillojnë prapë ato përgjysmohen pikët edhe fillojnë prapë ato ndeshje midis njëra tjetrit. Kjo nuk është garë futbolli, mendoj. Kështu që mendoj që mbase do jetë momenti i fundit i kësaj formule. Mendoj që do reflektoj edhe presidentët e klubeve, po qoftë edhe presidenti i federatës. Sot mbas asaj mendoj që ai vendos, vendos në pikën më i që thënë diçka të mirë. Po sa di unë, formula e kampionatit përcaktohet një kampionat para ardhës, domethënë dhe tjetri me këtë formulë do bëhet. Edhe nëse merr komiteti ekzekutiv, çfarë mund të bëjë? Komiteti ekzekutiv ka e marrin verë ata. Siç e morën kur e vendosën këtë, e marrin prapë po duan. Flasim, a ka pengesë juridike? Jo, pengesë. Ashtu, po dushit. Jo, po dushit. Me dashje. Elbasani arriti të fitojë, Vllaznia ka një skenar për çfarë mund të ndodhi këtë javën e fundit, Dinamo jashtë pretendimeve, Egnatia shumë pranë titullit. Egnatia është pranë titullit sepse janë dhe gola barazhi direkt me ndeshjen me Elbasanin. Kurse ndeshja sot me Elbasanin me Dinamon, mendoj që Elbasani me vërtet me merite fitoi ndeshjen, por një gafë jashtëzakonisht e madhe nga një lojtar i Dinamos, i cili në minutën e 20 pasi lloj arsye kur topi ishte mes fushës dhe po dilte dhe auta i bëri ndërhyrjet pa vullnetshme mund ta quajmë, ose mund të ketë probleme edhe lojtari nga pjesa mentale, sepse është jashtë logjikës sportive dhe jashtë logjikës një lojtar profesionist. Përveç se mori karton e kuq, por mund të kishte dëmtuar dhe lojtarin e Dinamos që mund ta lete edhe me probleme. Kurse pjesa tjetër pastaj mendoj që Dinamo mbas asaj deri në ato minuta u bë lojë barabartë, kishte interes për sa i përket dhe intensitetit edhe hapësirave të gjitha. Pastaj u bë goli i parë i Elbasanit, pati probleme prapë vendosjen e Dinamos, një gafë përsëri vendosje. Mendoj që Dinamo deri aty ishte për këtë moment kishte edhe probleme me trajnerin që ishte i dënuar. Kurse për sa i përket pasaj Ignatias, Ignatia ka treguar që dy ndeshjet qoftë me Vllaznin, po qoftë edhe me Dinamon, ka qenë skuadër e cila i ka dhënë tonin me Elbasanin, i ka dhënë tonin lojës tyre, ndryshimi trajnerit i ka dhënë. Do bëjmë dhe analizë të detajuar të gjitha këtyre. I ka dhënë hapësirë psikologjike skuadrës dhe mendoj që për momentin, për këto 3 javë të fundit, mendoj që Ignatia meriton. Nikol, rezultatet e Final Four? Po, Elbasani me Dinamin që lujtë sot 3-0 dhe Vllaznia me Ignatian që ishte ndeshja e luajtur dje. Ne do t'i rikthehemi kampionatit, do flasim edhe për javën e fundit, skenaret se si mundet që të shkojnë gjërat në përfundim të këtij Final Four, por do të diskutojmë edhe për tema tjera. Dhe klasifikimi? Po, aktualisht në vendin e parë është Egnatia me 34 pikë, në vendin e dytë është Elbasani po ashtu me 34, vendi i tretë takon Vllaznis me 31 pikë dhe Dinamo 27 pikë. Mirë, shohim pak zhvillimet për sa i përket trajnerit e ekipit kombëtar. Ka qenë një javë e cila ka sjellur një hemër, cili nuk pritej të ishte në pankinën Kuqezi. Shohim presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili ishte në një konferencë për shtyp. Objektivat mbeten vendi i parë në Ligën e Kombeve, kualifikimin Euro 2028 dhe më pas për të vazhduar me objektivin e pa arritur ndonjëherë për të qenë pjesë e botrorit 2030. Maran është një emër i njohur i futbollit evropian, ka një eksperiencë 25 vjeçare në fushën e trajnimit, duke trajnuar skuadra të rëndësishme të Serie A dhe B italiane. Ka mbijën e plotë që kemi bërë zgjedhjen e duhur, kemi zgjedhur profilin e duhur për ekipin kombëtar në momentin dhe kohën e duhur. Armando Duka, presidenti i Federatës Shqiptare. Edi. Atëherë, normalisht presidenti Duka, gjithmonë kur ka bërë zgjedhje, nuk është se ka bërë sot me nesër, ai ka studiuar gjërat. Mendoj që në këtë aspekt ai, domethënë, do të fusi eksperiencën e një personi ose një tekniku i cili ka qenë në shumë ekipe dhe mendoj që kolaudimi skuadrës për të arritur objektivin duhet një njeri me eksperiencë. Mase zgjidhja do jetë e mirë, mendoj për mentalitetin shqiptar dhe për opinionin shqiptar, ky lloj trajneri nuk është se shumë i njohur, domethënë kush më i mirë, ky apo Silvinjo? Shiko, nuk mund të thuash kush është më i suksesshëm. Por për momentin në objektiv Silvinjo ishte, domethënë,
doli ke atje ku kisha objektivin, pavarësisht se ne nuk dolëm në kampionatin botror, por ai doli në play-off, doli në kampionatin evropian. Për mendimin tënd fillestar kështu, se edhe Silvinho kështu erdhi me kontestime të Jo, ky ka një ajo shija e parë. Po të kishe sot, ose më mirë Altin, të marrë pak nga pjesa jote. Jo, ta që deri në fund. Po t'ishin në të njëjtat kushte, pa qenë trajner Silvinho këtu dhe ky trajner me kaq eksperiencë, ti kë do preferoje nga këta dy? Kjo ishte pyetje sulçesh, me sa pa shumë. Jo suksesit e Shqipëria. Suksesit e Shqipëria është tjetër gjë. Në këtë moment duhet, domethënë, marrësh fillimin e të dyve. Mendoj që ky do shikohet Po se të dy kanë drejtuar tani sigur. Ata kanë drejtuar ndeshje futbolli, ka qenë Lioni, ka qenë në Serie A. Bëri mirë. Ku? 4 javë më majti Lioni. Lioni për zonë. 4 javë. Për klubet. Dakor, pra, cili është mendimi duke i krahasuar këto dy personazhe? Alliu nëse Zhupa nuk pas ka mendim për këtë. Jo, do shikojmë. E mirë kuptoj profesorin. Do të jemi objektiv. Shikoj Altin. Ai me eksperiencë. Që në momentin në këtë studio kemi diskutuar se unë shkoj në për tjera të për një gjë. Në këtë studio kemi diskutuar që në momentin të kam thënë që në momentin që Duka jashtoi kontratën me muaj, vendimi për atë trajner praktikisht bindja ishte krijuar që ky nuk do jetë. Do mbylli sezonin dhe aty ndërpritet kontrata. Normale. Në qoftë se Duka do i linte hapësirë atij trajneri për të punuar më tutje, Duka e kishte në dorë vetë për t'ia bërë 1 vjeçare, 2 vjeçare dhe pastaj ndërpret kur dush. Por mesazhi që dha që atëherë i dha të kuptojnë ata që këmbgulën për largimin e atij trajneri në fund sezonit, sigurisht se s'mund ta heqësh mes sezonit, edhe për shkak të rrethanave financiare, po edhe pa mbaruar aktivitetin e ekipit. Nuk them se është një gabim ardhja e Silvinhos në Shqipëri, por më afër karakteristikave të futbollit ton dhe më afër edhe mënyrës se si ne e shijojmë futbollin është mënyra e italian e të luajturit dhe të përjetuarit. Ka pas ai ngjyra italiane Silvinho. Brazilian nuk e din çfarë ngjyre kanë. Jo, ka pas sepse ka punuar. Ka pas ngjyre italiane, kishte një çik spanjolle. Tani kush të duket më mirë, më se dhe s'po ta kuptoj të përgjigje. Nuk jap dot përgjigje për më mirë në këtë moment për arsye sepse ne duhet ta shohim trajnerin terren. Trajneri nuk paragjykohet pa punuar. Është fatkeqësi e madhe ose përndryshe ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse kritikojmë njerëz nëse ne nuk ju japim njerëzve kohën e duhur që të shprehen, të shpalosin idetë e veta. Çfarë mendimi ke se sa mirë që ti vëm notën? Sigurisht ky ka qenë. Çfarë mendimi ke? Këtu mbutesh rrjetet sociale. Ky ka qenë. Donim trajner me emër, thonim donim sillim këtë, donim sillim atë. Si Brazilit nuk hyte natyra që fluturoj. Ka dhe kosto ekonomike trajneri me emër. Nuk është çdo gjë ekonomike, po s'ke emër ti. Jo, po si. Po nuk ke emër ti, më pranë s'vjen trajneri me emër. Edhe ideja është kështu. Ne nuk e kemi luksin, ne nuk jemi as Kroacia, ne nuk jemi as Brazili, ne nuk jemi as Anglia që luftojmë për të marrë titullin e kampionatit botror dhe është joshse për figurat e mëdhaja të tregut marketingut edhe trajningut. Dolin evropian i lirë, edhe kualifikim play-off. Po më tash ne jemi baraz me Brazilin, po Ancelotti gaboi për 2 javë vajte në Brazil, janë na e holli. Tani nuk janë vetëm tani emër, Shqipëria ka dalë, mirë ka dalë. Ka bërë mirë. Po shumë mirë më ka bërë Shqipëria, s'është keq, po nuk jemi ne Brazili, dërmën, ka tërheq tjetër vëmendje një klub i madh, po them një kombëtare e madhe. Ideja është e thjeshtë. Trajneri Maran ka qenë trajner, unë kam arritur ta shoh Kievon e asaj kohë dhe Veronën e asaj kohë, nuk e di Dabi si është me kohën me moshën e ndeshjeve. Në atë kohë, kampionati italian ishte kampionati më elitar i Evropës. Praktikisht kampionati më i mirë në botë. Dhe askush nuk mund të jetë trajner në kampionatin më të mirë në botë, aq më tepër që karakteristikat e futbollit italian varen shumë nga taktikat e trajnerëve dhe nga cilësia e trajnerëve. Ky trajner në atë periudhë ka bërë mirë si me Cagliarin, si me Kievon, çka do të thotë ka performuar në mënyrë mirë në majat e futbollit botror të asaj kohe,
Ti mendon që ka ardhur te kombëtarja më i përgatitur se Sherdi, Silvinho këtu? Patjetër. Se duhet të bëj pyetje. Ose unë s'po të them si duken si pamje, si duken si kanë ardhur te kombëtarja. Si trajner po flasim. Po pra. Edhe ideja është për pamjen vlasim të emisioni Showbizit. Po jo, tjetër gjë më kap thelbi që të them. E kapa thelbin dhe të them këta. Ky është një trajner me bagazh të madh sportiv me vete. Serin B ka pas shumë ekipe në Serin B. Po tash seria ka qenë një periudhë kohë Altin, me që ngacmoi çik Serin B, kur lojtarët kampionatit shqiptar nuk luajnë dot as në kategorinë e tretë në Itali. Kur kampionati italian ishte kampionati më i mirë në botë, ne kemi pas vetëm futbollistë në Bundesligën 2. Dhe Altin Raklin te Bundesliga 1. Si ndryshoi situata? Balanca e lojtarëve që filluan të luajnë në nivelet larta, filluan të shkojnë në Itali, të fillojnë fillimisht te kategoria e dytë italiane, po edhe te kategoria e parë italiane. Në momentin kur futbolli gjerman filloi të ngrihet, filloi të pranojë futbolli italian se vinte rënje futbollistë të kampionatit shqiptar ose futbollistë të Shqipërisë. Jo, Ilir, se s'ka qenë kështu, se kanë qenë... Jo, jem rregull. Jam gabim. Ka qenë dhe lojtarët e huaj që kanë qenë shumë vështirë, paralelisht shkon cilësia e kampionatit me nivelin e lojtarëve që ti përzgjath për të marrë në atë kampionat, se të ha konkurenca atje, nuk është problemi se do vlerësosh Ilirin e kemi, ka je shqiptar as je shqiptar. Ka qenë dhe ligji Bosma. Po të fjalë për cilësi. Ka qenë shumë e vështirë se 3 huaj lejoheshin nëpër ekipet. Okej, Dabulla. Dabulla, si e shikon ardhjen e Maran tek Shqipëria? Unë e shoh